Pas publikimit të rastit në televizionin Sot 7, kushtetasja Gjensila Fero, 30 vjeç, është larguar nga banesa duke lënë 2 fëmijët e mitur në kujdesin e nënës së saj. Qytetarë dhe institucione janë sensibilizuar dhe kanë reaguar menjëherë me ndihma konkrete. Një nga qytetarët e angazhuar ishte Arbër Male, banori i Pogradecit, i cili ashtu si në rastet e tjera, u gjend pranë familjes në nevojë duke ofruar ndihmë. Ai bëri dhe një apel publik duke kërkuar nga komuniteti që të tregohet më human dhe solidar në situata të tilla delikate. Duke marrë shkas nga kronika që transmetohet në televizionin Sot 7 për familjen që sot kemi erdhur për të ndihmuar, pam që kishte fëmijë të vegjël me nevoja specifike të veçanta, duke u nisur si një qytetar dhe një baba, pasi unë jam prind vet, mblodhëm disa ndihma për të erdhur nevojë këtyre fëmijëve të vegjël edhe zonjës, e cila ka marrë një përgjegjësi shumë të madhe për të mbajtur, sepse është ajo e cila kujdeset për të. Shpresoj të bëhemi bashkë qytetarë dhe institucione për të ndihmuar në vazhdim këta fëmijë dhe këtë zonjë. Të gjitha të cilët kanë mundësi të jemi një dorë ngrohtë për këta fëmijë. Arta Fero, kryefamiljare, shpreh mirënjohje për të gjithë ata që erdhën në ndihmë, por problemi më i madh për të mbetet një stre, që në të ardhmen mos mbetet në udhë kryq. Sot më erdhën shumë ndihmë, gjithë Franko, ata të shkollës që kam djalin atje, dhe jo falenderoj shumë, se ishte edhe ta amerikanë që erdhën këtu, më mësojnë ushqime, po më duhet një lavandisje për korpere dhe një shtëpi sociale të vogël, nuk e dua aq të madhe. Se nuk kam me raftë për punë. Se kam 5 tika në trup. Fëmijët janë të vegjël, do mendoj me atë që kam, po këthom të kem një stre të diku vete. Sot, përfaqësues të shërbimit social të Bashkisë Pogradec vizituan familjen për të vlerësuar situatën. Fëmijët, një djalë 5 vjeç dhe një vajzë 11 muajshe, janë fruti 2 bashkëjetesave të ndryshme. Babai i vajzës ndodhet në paraburgim për dhunë në familje, ndërsa babai i djalit nuk ka asnjë kontakt apo detyrim ndaj fëmijës. Familja është strehuar në një banesë me qira në kushte jo shumë të mira. Në bashkëpunim me shkollën Amarotan u siguruan ndihma ushqimore. Arta Feros dhe fëmijëve do t'u ofrohet mbështetje në vazhdimsi nga shërbimi social, si dhe do të shihet mundësia për trajtim me ndihmën ekonomike të familjes, pasi vendbanimi i tyre është në njësinë administrative proptisht. Ndaj Gjensila Feros është nisur procedimi penal për braktisje të miturve. Ajo është larguar sërish nga banesa, duke lënë fëmijët pa kujdes prindëror.